Me 29 vota pro dhe 5 kundër, Këshilli Bashki Akileshës miratoi buxhetin e vitit 2026, i cili ka vlerën 25.4 miliard lek, ku 61% mbolohet nga të ardhurat e bashkisë dhe 59% e tij do të shkojë për investime publike. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Ndreu u shpreh para këshilltarëve se buxheti ka ardhur në rritje. Vim me një buxhet fokusuar kryesisht tek infrastruktura rrugore. Pak a shumë adresojmë një projekt që shkon në 70% të eliminimit të problematikës së infrastrukturës urbane dhe rurale. Vetë zhvillimi, vetë turizmi e kërkon si domosdoshmëri, ne hymë në një sistem me 57.2 kilometra, ku 20 kilometra janë vetëm brenda qytetit. Gjatë diskutimeve, disa prej këshilltarëve prezantuan problematika, duke kërkuar ndarjen e fondeve në mënyrë të barabartë për adresimin dhe zgjidhjen e tyre. Është e nevojshme dhe domosdoshmëri të ketë një çerdhe për fëmijët deri në 3 vjeç. Në listën e investimeve nuk ka asnjë investim për njësinë administrative të Ballndrenit, të Ungrejt dhe të Shënkollit, që unë e konsideroj një ndarje jo drejtë dhe jo të arsyeshme. Me buxhetin e vitit 2026, Bashkia Lezhë ka planifikuar rihabilitimin e 112 rrugëve në zonat urbane dhe rurale, ndërtimin e pedonales nga sheshi Papa Gjon Pali deri te Xhamia, rikualifikime urbane si sheshi Lagjes Nën Tereza, si dhe zonën pranë stacionit të trenit.